Piro Dhima është tashmë deputeti i Parlamentit shqiptar i zgjedhur zyrtarisht nga Partia Socialiste për qarkun e Gjirokastrës. Ai ka siguruar 6.902 vota preferenciale në të gjithë qarkun. Gjatë një interviste për RTSH Gjirokastra, ai u shpreh se ky rezultat është një përgjegjësi e madhe dhe se do të bëjë gjithçka për të përfaqësuar me dinjitet interesat e banorëve. Unë e prisja këtë rezultat sepse kisha në të gjithë pjesën e fushatës kisha një mbështetje shumë të madhe nga të gjithë banorët që unë takova. U përpoqja të takoja sa më shumë njerëz derë më derë dhe isha shumë optimist për këtë rezultat që doli sot me përfundimin e numërimit këtu. Dua të falenderoj të gjithë banorët e qarkut të Gjirokastrës, të gjithë banorët e Gjirokastrës, Dropullit, Libohovës, Përmetit, Këlqyrës, Tepelenës. Dua të falenderoj të gjithë komisionerët, të gjithë numëruesit këtu që punuan me orë të gjata në Pallatin e Sportit. Dua të falenderoj Partinë Socialiste që më besoi, dua të falenderoj kryetarin Edi Rama, ministren Mirela Kumbaro dhe të gjithë strukturat e partisë. Faleminderit dhe ju si media që na ndoqët hap pas hapi gjatë gjithë kësaj fushate. Falenderoj të gjithë dhe do t'ju kthej me punë, me përkushtim dhe me mirënjohje. Piro Dhima vjen nga sektori privat ku prej vitesh është angazhuar në fushën e turizmit dhe hotelerisë. I njohur për aktivitetin e tij në Gjirokastër, ai ka ndërtuar një profil të qëndrueshëm si sipërmarrës, ndërsa tashmë nis rrugëtimin në politikë si përfaqësuesi i qytetarëve të këtij qarku në kuvend.